Struktura që ju drejtoni, Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar, ka kontribuar fort në eksportin e vajit të ullirit ekstra të vjegjër. Në gjykimin tuaj, si paraqitet ky eksport këtë vit? Faktikisht, faleminderit për pyetjen. Faktikisht në si vjet kemi 25 vjetorin, kemi dhe kongresin e 5 të agrobiznesit, që do të mbajmë në muajin nëntor, dhe unë shpresoj shumë që në këtë përvjetor ne të bëjmë një bilans të plot të aktivitetit ton dhe njëkohësisht të promovojmë dhe të miratojmë objektivat për të ardhmen e afërt. Një ndër objektivat bazë që ne kemi promovuar ndër vite ka qenë ulliri dhe vaj ullirit. Ulliri është një bimë tradicionale me të cilën ushqehen, po e them faktikisht kështu, 112.000 familje në Shqipëri, janë rreth 12 milion rënj me një proces rritje të vazhdueshme nga viti në vit, dhe është një pasuri kombëtare. Duke qenë një pasuri kombëtare, Këshilli i Agrobiznesit ka këmbgulur fort, është përballur me plot vështirësi lidhur me mbështetjen e kësaj bime që jep të ardhura të konsiderueshme për familjet fermere, por jo vetëm të ardhura, por ajo është një instrument i rëndësishëm në shëndet dhe ndikon në shëndetin e popullit ton dhe atyre ku ne eksportojmë.